Berisha, knatësi të ju shohim sërish në fushën e lojës ju dhe ish futbollistët e tjerë të Vllaznisë. Besoj që është një kampionat shumë interesant. Po, është një nismë e shoqërisë renale të Shkodrës. Duhet ta përshëndes këtë nismë që ka marrë, sepse na bashkon mas disa kohëve. Gjithë secili kena angazhimet tona personale private. Kjo është një organizim i mirë që na bashkon edhe na bën me rikujtu kohët e vjetra, edhe pse jo, edhe me shpreh ato mundësi që kena që na kanë met. Një mundësi edhe për të luajtur futboll edhe pas lojës futbollit. Pikërisht kjo është e mira e kësaj pune sepse kujtojmë kohët e vjetra dhe takimi me institucione të tjera është gjë e mirë sepse kanë këtu marrin pjesë doktorat, arsimtarët, marrin pjesë gazetarët, marrin pjesë shumë personalitete, kështu që është një nismë që duhet përshëndetur dhe duhet ta njekim me vazhdimsi. Dhe në fakt veteranët Vllaznisë nuk po bëjnë diferencë, duket që ekipet e tjera kanë pretendimet e veta. Po këtu në këtë nivel startojmë prej zeros gjithë, nuk ka të bëjnë ajo që ke bërë më përpara, domethënë, sepse vetë angazhimet tona tashmë na lënë jashtë aktiviteteve dhe kështu që nuk ka se ka shumë diferencë në krahasim me personazhe të tjerë. Faleminderit. Faleminderit.